5, dhe të kesh gjitha këto që bëjnë fëmijët sot, frondisti, që i thonë këto anglisht e ku diun të gjitha, me 700 euro nuk është e thjeshtë, dhe u mundoshtë si që të gjenë një punë të mirë filt. Ndërkohë që gratat i bënin femrat, bënin punë të rëndomta. Unë nuk e do një këtë gjë. Prapë unë isha në kundërshtim. Isha po prapa jo, dafina që unë duhet të arrija të që dua unë. Si që kisha bërë gjithmonë. Ishte shumë e vështirë kjo pjesë, sepse duhet tje që unë, dhe na shikoni me një sy, jo se nuk e kam hasur atë bullizimin si që thonë disa, por që nuk di gjuhën, ku të dve unë ty. Edhe do punosh, do pastroj. Jo, së pastroj. Merë, filan ka kaq lekë, nuk më intereson, nuk ka marrë në Greqi, për të bërë punë të rëndomt, do marrë ato që dua unë, edhe pse se s'di gjuhën, edhe vërtet bëra. U vonua pak, mësove gjuhën dhe ku... Me anë televizorit, në që kanë tenë që i këte, gjysmë për gjysmi, qeshni, po nuk më duaj fare, mo. Se nuk ka marrë të mësë gjuhën greke, se di gjuhën shqipe time, por që ja dola. Pastaj, avash, pas e dolan dhe fëmit në pa, me vështirësi, por që ja dola. Dhe arrite që ti thuash po edhe ofertës së punës që e kishe kërkuar, ose e doje? Mu afrua pastaj. Mu afrua thjesht, dhe nga jo themën që nuk është asë gjë e pa mundur. Unë me këto jam, asin gjë nuk është e pa mundur. Edhe sepse ti tremesh, sepse nuk mund të bësh, sepse e në vend huaj, sepse nuk di diçka, asë gjë nuk është e pa mundur. Thjesht më pranuan sepse... Çka punove, fillimisht? Ati isha në pizzari. Thjesht më pranuan sepse të shikojmë që ti nuk më intereson gjuha jote. Ti di diçka. Do ta mësoj unë gjuhën. Edhe ashtu bëri vërtet. Më mësovi punën, më mësovi gjuhën. Për një javë, unë bërë ekspert. Së më duhet gjuha jote, më tha, më bëm punën. Mesin e plot përjetimeve në Greqi, ke pasur edhe një aksident. Ajo ishte pjesa akoma më e vështirë. Si ka ndodhur? Ne punonim të dy me bashkëshortin një punë. Ishte shumë periudhë e bukur, sepse punonim 5 ditë. Rroga ishte normal, 5 ditë, 2 ditë rinë më shtëpi, me rroga, me gjitha ta, do më thonë ishte çdo gjë perfekt. Puna ishte lehtë, ishte një jetëri me veshmbathje dhe gjëra kështu. Ishin të dy atje, erdhi koha mos era kriza. Edhe të fundit që kemi ikur nga jo jetëri, ishim në të dy, sepse ishin shumë të mirë në punë. Shumë respekt, por që mua ajo pjesë më dhembi. Kur më tha që njëri nga ju të dy duhet iki, që këtu, i thashun, më përzë mua, dhe më bashkëshortin të lutem. Sepse është më vështirë gjëja i punë, se sa unë se unë di 5 fjalë, i thashun, pa i nuk di aq shumë sa unë. Kështu që më mirë ta eq unë atë vështirësi, dhe sa ai, nuk dua që ai. Jo, më tha mua, ai do hiqet, më tha mua. Të dua, tha se të fut kudo, se je grua dhe mund të bësh çdo lloj pune këtu, sa ashtu ishte puna. E në momentin që dal, nuk e kuptoj as vet, bie nga 10 shkallë. Nuk e di, as nuk e kuptova. Kuptoj vetëm momentin që më ra koka në shkallë, u hap koka komplet, dhe gjeveten vund të shkallëve të gjak. Pastaj më gjetën, se u gjua jashtë mase, ishte 4 kate, goditja që pësova, sa u qa komplet koka. Aty pastaj e thashun ka që ishte mbaroj. U dorëzova, edhe vetë kuptova, pastaj u dorëzova. Tafina tani mbarove. Qa të bërit mësosh kjo? Se zakonisht kur jemi kështut në këto përballjet me jetën e me shëndetin, kuptojmë që plot gjëra nuk kanë fort rëndësi. Nuk kanë. Këtu ja lë fajin vetes, dhe më ndjesha akoma më tepër keq, sepse nuk ishte aq e vështirë, sepse unë kishe kaluar aq vështirësi në jetë, për gjetur një punë. Ndërkohë që do gjente bashkëshorti, punë e madhe. Kush je ti? Je nënë e fëmijëve, në fundit je femër. Nuk i mendova për momentin këto, sepse jam një karakter që mendoj më tepër për të tjerët. Nuk e di se si bëhet kjo. Mundohem shpesh herë që ta kthej nga vetja, nuk kthehet. Ashtu jam e gatuar. Di që ëndra e babait tënd ka qenë të shoh ty në televizor. Po, sepse më thoshte gjithmonë motra që ti nuk duhet kështë marrë rrugët. Ti je për diku tjetër. Ti nuk je, biles ma thoshte edhe këtë që ti nuk je për atë që ke marrë. Po e thoshte kështu. Si mendon që do të ndjej ai, për shembull, po të shihte sot këtu që jemi bashkë? Maj mend që më ka thënë Dafi babit kur do të shoh.
Edhe më merrte gjithmonë kur më merrte pastaj, thoshte mua, kur do vit dita që unë të shoh.